Nisja e fushatës elektorale për zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit në Shqipëri ka kthyer vëmendjen e kosovarëve nga shteti shqiptar. Qytetarë të profesioneve të ndryshme për gazetën Jeta në Kosovë pozicionohen disa djathtas e disa majtas, duke argumentuar edhe pse e duan Berishën a Ramën. Berishës, adhuruesit e tij nga Prishtina ja përshkruajnë si merita rrugën e kombit, lobimin për njojën e pavarësisë së Kosovës dhe antarësimin e Shqipërisë në NATO, ndërsa hithtarët e Ramës në kryeqytetin e Kosovës e shohin liderin socialist si një njeri që do ta luftojë korrupsionin dhe do ta bëjë ndryshimin e nevojshëm. Valla pesi që e një, dhe pesi që kam drejt vote, me votu unë kisha votu më pas kombanorë Shqipërisë gjithmonë për Sali Berishë. Por ka edhe njerëz që mendojnë ndryshe, që thonë se Shqipërinë duhet ta drejtojë dikush tjetër. Atje po shifet. Rendi është që të ndrohet gjendja momentale, që ka qenë deri tash e saktë. Po flitet se ka korrupsion edhe pse ne nuk mund ta dim prej kohit, atë e vërtojnë institucionet dhe organet kompetente të Shqipërisë, megjithatë kur folet diçka ka. Ahmetaj mendon se në krye të shtetit shqiptar duhet të vinë lider të rinj. Pensioneri Shaban Bicaj thotë se dëshiron që krahu demokratik edhe këtë herë të fitojë në zgjedhjet e 23 qershorit në Shqipëri. Unë jam për veti qytetar i lirë, por ne ndërrojmë dhe dojmë Sali Berishën, ani pse ka bon shumë për Shqipëri, rruga i Bremrugua tjere. Megjithatë, kishim pas rryma demokratike përsëri të fitojnë. Ndërsa 73 vjeçarit Feta Ademit janë mërzitur politikanet e njëjtë që me vite të tëra qëndrojnë në pushtet. Për mua, po dush me qitën në kushtetur, 2 mandate dhe të marrë dhe t'jenë cilitje në mirë në qëtës. Mas 2 mandateve, automatikisht në shku në shtetë. Sipas tij, zgjedhjen për 2 mandate kanë caktuar amerikanët dhe këtë ai ua preferon edhe Shqipërisë dhe Kosovës. Partia Demokratike drejtuar nga Sali Berisha është në pushtet që nga viti 2005, ndërsa në zgjedhjet e 23 qershorit po e kërkojnë mandatin e 3 të njëpasnjëshëm. Socialistët nuk kanë fituar asnjëherë zgjedhje të përgjithshme, prej se në krye të kësaj partie ka ardhur Edi Rama gjithashtu në vitin 2005. Profesori i Departamentit të Shkencave Politike, Agim Zogaj, thotë se subjektet politike në Shqipëri nuk janë duke i shpalosur programet e tyre, por janë duke bërë antifushat ndaj njëra tjetrës. Të dyja palët, si PD, si Partia Socialiste, me grupimet dhe me aleatet e tyre, pra politik, zgjedhës, nuk janë duke i shpalosur programet elektorale, programet zgjedhore, programin me të cilin ata mendojnë se duhet ta meritojnë votën e votuesit shqiptar pra me 23 qershor. Për Zogajn, krijimi i opinionit publik dhe politik gjithandej të shqiptarët ndërtohet mbi bazat e idolatrisë. Ngjashëm mendon edhe analisti Lian Malazogu nga Instituti për Demokraci dhe Zhvillim. Mendoj që duhet kosovarët jenë më me dihapur dhe të përcjellen më tepër të çështje që diskutohen dhe jo verbresht vetëm për shkak të rajonit, se prej nga mund të jetë një kandidat që verbresht ta përkrahin. Malazogu parashikon se Partia Demokratike do ta ketë vështirë ta mbajë pushtetin në këtë zgjedhje, ndërsa pret që socialistët të dalin më të votuarit. Sali Berisha konsiderohet njeri shumë popullor në Kosovë, sidomos pas deklaratave të forta rreth bashkimit kombëtar dhe dhënies së shtetësisë për të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë në dhjetor të vitit të kaluar. Premtim ky që ishte tërhequr pak më vonë nga vet ai. Edhe Rama nuk pati kaluar keq kur në vitin 2011 promovoi në Prishtinë romanin e tij të titulluar Kurban.